Liçeni i Shkodrës mbetet manitës për të huajt. Kevin Ubek nga Gjermania dhe bashkëshoqëruesja e tij kanë mbërritur këtë fundjavë në liçenin e Shkodrës me motorin e tyre të ujit pas një udhëtimi të pazakontë për ta nëpër Europë. Edhe pse kanë përshkruar Danubin drejt detit të Zi, Turqinë, Greqinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, për dy të rinjt, liçeni i Shkodrës është një nga përvojat më të bukura të gjithë këtij udhëtimi. Ajo çfarë ata kanë ndjerë gjatë ndalesës në Shqipëri janë bukuritë natyrore të liçenit të Shkodrës, zambakët e ujit dhe mikpritja e shqiptarëve. Njerëzit këtu janë njerëz zakonisht të sjellshëm dhe këtë dua ta kujtoj përgjithmonë. Ishim në një zonë natyrore atje dhe ishte gjëja më e bukur që kemi parë deri tani. Po, rezervati natyror, vendi ku mund të shkosh mes luleve, është super i bukur. Dhe ushqimi, ajo haroj të përmendte ushqimi në Shqipëri, është shumë i mirë, por mbi të gjitha janë njerëzit, shumë të dashur. Nuk është ashtu siç mendoja. Shumë njerëz për Shqipërinë është krejt ndryshe dhe shumë bukur. Kevin nga Gjermania, pasi ka përjetuar eksperiencën e tij disa ditë gjatë kësaj pranvere në Shqipëri, ka edhe një rekomandim. Rekomandimi ynë është i thjeshtë. Në vitin 2026 e jani në Shqipëri, 100%. Anuloni të gjitha udhëtimet e tjera dhe e jani në Shqipëri. Dhe është edhe lirë, kështu që mund ta përballoni. Liçeni i Shkodrës dhe resurset e tjera turistike që ofron kryeqendra e Veriut, këtë vit pritet të presin një numër ende më të lartë të turistëve, falë eksperiencave dhe bukurive natyrore që ofron.